Një grup I motoristëve nga Prishtina udhëtuan drejt Kukësit. Motoristët me profesione të ndryshme, por të bashkuar prej vitesh nga pasioni për udhëtimin me motor dy rrotash, kaluan kufirin Kosovë-Shqipëri në pikën e Morinës dhe I ndaluan për një pushim të shkurtër. Kryesuesi I grupit, Valdet Kaçaniku, tha se Shqipëria është destinacioni ku udhtojnë më shpesh, veçanërisht në zonën e Shkodrës dhe në pjesën jugore të vendit për shkak të peizazheve dhe rrugëve me kthesa që janë të përshtatshme për motor. Emrin Unë jam Valdet Kaçandu. Po, jeni me grup motorista nga? Po, me shok të Prishtinës. Sa jeni? 7-8 të disa. Ku po shkoni aktualisht? Shkojna në Kukës. Po? Shkojnë me një vend, me një restoran, me hongër, pak me kalu ditën, një vikend. A udhtoni shpesh për në Kukës apo për vende tjera të Shqipërisë me motor? Po, sigurisht I vizitojna shumë pjesë të Shqipërisë. Për shembull mas shumtit. Ku shkoni? Çka është edhe përshtatshme për me udhtu me motor? Rruga rreth Shkodrës janë ajo SH20 Malizi, pjesa jugore e Shqipërisë. Ka shumë vende të bukura. Udhëtimi I Shqipërisë është vendi jonë, edhe janë vende të bukura. Motori don zakonisht kur dalim me motor, mundohemi me gjetë rrugë me kthesa ma shumë, peizazhe, natyrë. Çaja. Ka të mira, po ka edhe të këqija. Keni evidentuar çka I mungon? Për shembull, Shqipërisë nga aspekti I turizmit apo edhe nga ana e turizmit motorik. Veç Shqipërisë shumë vendeve ju mungon gjithçka, po kanë shumë edhe sene pozitive tash. Varet çka don. Ai theksoi se ishte hera e parë që viziton Kukësin, por ka dëgjuar nga shokët se është një zonë e bukur turistike me ushqim tradicional dhe mikpritje të veçantë. S'kam qenë kurrë në qytet, po tash disa shokë e kanë treguar se është një restorant dikun shumë I mirë. Unë po shkoj me vizitu për herë të parë edhe të shohim ç'po kalojna. Pas ndalesës në Kukës, grupi pritet të vizitojë disa nga pikat turistike të zonës dhe të kthehej sërish në Prishtinë në mbrëmje.